Procesi për vrasjet e 21 janarit që po zhvillohet në gjykatën e Tiranës ka vijuar këtë të mërkurë me dëshminë e dy deputetëve socialist, Besnik Bare dhe Paulin Stërkaj. Gjatë dëshmisë së tij, Bare tha se opozita vendosi të organizojë protestën paqësore kundër qeverisë Berisha, por në asnjë rast nuk ka nxitur dhunën. Sipas tij është tentuar disa herë që të gjatësohen njerëzit pas konfliktit me forcat e rendit, por ka qenë e vështirë. Në zinxhirin e kësaj ngjarje tragjike, këta që akuzohen sot në këtë gjyq janë vetëm ekzekutorët. E vërteta është që përgjegjësinë më të madhe e ka ish ministri i Brendshëm dhe njëkohësisht edhe kryeministri i vendit, dhe janë ata që e dinë fare mirë se cili është urdhëruesi i kësaj masakre ndaj këtyre njerëzve të vrarë që fal medias u pa që ishin jashtë gardit të kryeministrisë. Edhe Paulin Stërkaj tha se e rrezikuar në demonstrat ka qenë vetëm policia dhe jo garda, e cila ka qelluar gjatë gjithë kohës jo vetëm në ajër, por dhe mbi njerëzit. Sipas Stërkajt, garda nuk ka patur asnjë shkas për të goditur me armë turmën. Policia u konfrontu trup me turmën, po jo garda. Kështu që demonstruesit që kanë qenë atë ditë nuk kanë pas, garda s'ka pas asnjë arsye, asnjë shkak për me vepruar në ato kushte që ka vepruar. Në seancën e radhës, gjykata ka thirrur për të dëshmuar deputetin Tom Doshi, Pierin Dreun, si dhe vëllain e një prej viktimave, Zabit Dedon.